Ish-presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka marrë një letër nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka përshëndetur përfundimin e mandatit të saj. Trump i shkruan se vlerëson bashkëpunimin e Kosovës në Bordin e Paqes, teksa shton se ajo po lëpas një trashëgimi të rëndësishme. Kemi arritur shumë së bashku në një periudhë të shkurtër kohore, veçanërisht bashkëpunimin tonë në kuadër të Bordit të Paqes. Pjesëmarrja e Kosovës në këtë nismë të repremtuese do të luajë një rol të jashtëzakonshëm në përfundimin e konflikteve në mbar botën, duke promovuar njëkohësisht lirinë dhe mirëqenien për të dy popujt tanë, por lini pas një trashëgimi të rëndësishme që do të formësojë të ardhmen e vendit tuaj, rajonit të Ballkanit dhe gjithë Evropës. Ju keni qenë gjithmonë një mike dhe partnere besueshme e Shteteve të Bashkuara dhe mezi pres vazhdimin e bashkëpunimit tonë në vitet në vijim, shkruhet në letrën e dërguar nga presidenti. Osmani ka shprehur falënderimin e saj duke nënvizuar ruajtjen e lidhjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lidhjen e fortë të Kosovës me Amerikën do ta ruajmë bashkë sot e përherë. Falenderoj presidentin Trump për letrën e dërguar në përfundim të mandatit tim, të cilën e pranova mbrëm, si dhe vlerësimin që i ka bërë punës son, ashtu siç thekson dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë letër. Mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim, është shprehur Osmani.